Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka dalë me një njoftim të rëndësishëm për mërgjimtarët të cilët tashmë janë në syrë Kosovës për festat e fundvitit. Përmes një njoftimi përmendjet, kjo ministri ka bërë të ditur se nesër më 24 dhjetor 2025 do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit rrugor në segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlisë të Serbisë nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Gjithashtu, sipas paralajmërimeve të tanishme, bllokim të qarkullimit do të ketë edhe në datat 27 dhjetor 2025, ku bllokimi i qarkullimit do të jetë prej orës 11:52 deri në orën 18:52 dhe në 3 janar 2026, ku bllokimi do të zgjasë nga ora 9 deri në orën 24, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie. Në vijim postimi i plot. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton se nesër më 24 dhjetor 2025 do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit rrugor në segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlisë, Serbi nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Gjithashtu, sipas paralajmërimeve të tanishme, bllokim të qarkullimit do të ketë edhe në datat 27 dhjetor 2025, ku bllokimi i qarkullimit do të jetë prej orës 11:52 deri në orën 18:52 më 3 janar 2026, ku bllokimi do të zgjasë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 24. Qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët kanë planifikuar udhëtimin drejt vendlindjes apo tranzit nëpër këtë segment rrugor, këshillohen që të planifikojnë me kohë lëvizjet e tyre me qëllim të shmanges së pritjeve, vonesave apo pengesave eventuale në qarkullim, të shfrytëzojnë rrugë alternative. Për informacione shtesë, qytetarët mund të kontaktojnë qendrën për menaxhim të krizave konsullore